Kur isha e vogël, mendoja se shtëpia e babait ishte edhe shtëpia ime, por kur u rrita, më treguan se kjo nuk është shtëpia ime. Shtëpia jute është e burri yt, më thonin. Këta fjalë më vrisnin dhe më mërzisnin shumë, por askush nuk e kuptonte ndjesin time që kisha për brenda. Kur u shkova tek burri, jetonim të gjithë bashk, dhe për disa vite, ende zemra më qëndronte tek shtëpia e babait. Por kur ndam se cili kunat shkojnë në shtëpinë e tij, dhe burri më tha, grue dashur, kjo është shtëpia që do ta kemi së bashku, pra shtëpia jonë. Kaloi një kohë dhe burri vdiq. Fëmijët e mi u rritën. Një ditë fëmijët e mi vendosën ta prishin shtëpinë time. Dhe më premtuan se do të ndërtojnë një shtëpi edhe më të mirë se që ishte. Unë ndërtua shtëpia ime, e re. Më caktuan dhomën time të vogël, por tani në shtëpi të re. Nuk guxoja të flisja, nuk kisha të drejtë të këshilloja, as të propozoja. Deri në një ditë kur djali më tha, nonë, do të dërkoj në një shtëpi të re. Sapo e dëgjova këtë fjali, kuptova se as kjo shtëpi nuk qan ka imja. Edhe kjo nuk qan ka imja. E pyesja veten. Më solli këtu, në shtëpi të moshuarve. Por kur nipi më vizitoi për herë të fundit, më bëri me lut kur më tha në vesh, gjyshe, kur të rritem unë, do ta ndërtoj një shtëpi, ajo do jetë shtëpia ime dhe shtëpia jote.